Rreth 30 skafistë të Ksamilit protestuan para godinës së Bashkisë së Sarandës duke kërkuar përcaktimin e vendbazimit të skafeve të tyre në prag të këtij sezoni turistik veror. Sipas tyre, pavarësisht se janë të pajisur me licenca dhe paguajnë taksat rregullisht, ende nuk u është caktuar zyrtarisht vendi se ku do të akomodojnë dhe parkojnë mjetet e tyre lundruese. Ata shprehen se mungesa e një vendbazimi nga bashkia sjell pasiguri në punën e tyre, si dhe vështirësi në përgatitjet për këtë sezon veror turistik. Gjithë për një qëllim, kemi problemi më të madh për ankorimin e mjeteve lundruese, si dhe për koridore. Na kanë thënë që duhem të mbyllen të gjitha, domethënë me tapa jashtë ishëve që neve për fat të mirë nga ai lart kemi ishull të mbrojtur. Dhe s'kemi asnjë vend ankorimi të mjeteve lundruese. Domethënë me forcat tona e kemi sistemuar mbas ishujve që aty ne jemi më të mbrojtur. Duan të na nxjerrin dhe që andej të thonë dhe na thonë që dini në terren, jashtë ishujve. Korridore nuk ka. Vend bazim nuk ka krijuar bashkia as diçka, domethënë që të lidhemi, se ne nuk kemi kundërshtim. Po bëhet vendi limani, siç është për të bërë, siç është në çdo vend, dhe të ankorojnë mjetet, edhe të punojnë. Por tani të dalim jashtë Ksamilit, nuk mund dalim dot për arsye se mjetet duan një vend të mbrojtur. Ne ato vende kemi krijuar vetë. Dhe duan na përcjellin që ande. Jemi operatori me taksë pagues në rregull, ka gjë vite në punë dhe çdo vit i njëjti problem. Dhe kjo gjë ndodh në fillim sezonit, nuk ndodh në fund sezonit. Tani ne kemi marrë masa, jemi përgatitur të presim turistët. Nuk kemi përgatitur që të bëjmë rëmujra. Jemi të rregullt me dokumentacion të plotë. Sot jemi mbledhur gjithë operatorët e Ksamilit, ndërkohë jam edhe unë që jam operator gati 30 vjet, që në 96. Edhe kemi ardhur këtu se ne gjithmonë kemi një problem çdo sezon, fillim sezoni, jo fund, si fillim sezoni. Këto problemet japin fund sezoni këta, që edhe neve të dimë se çfarë do të bëjmë. Kutja leverdis të punojë, mos ja leverdis të mos punojë. Këta kanë caktuar 4 korridore që atje nuk punon dot asnjëri. Se këta nuk e shikoj, i caktojnë korridore vetëm kur është ujë qetë. Nuk e caktojnë kur ka dallë. Ne kemi OPB sa platforma ujë që shërben turistave sa më mirë. Dhe këtë që ne jemi taks pagues të rregull dhe këto taksa nuk e dinë se ku vjen. Që bashkia duhet i marrë masat që të bëjë korridore vendbazime që të jemi të mbrojtur dhe nga era. Janë gjithë këta operatorë, të gjithë janë taks paguesa. Edhe jemi të shqetësuar, por çdo vit ky program është. Nuk e dim kush ka do të marrë fjalën, bashkia duhet vetëm bashkia vetëm këtë ditë marrë taksat, edhe nuk do të bën asnjë lloj koridori që të punojmë lishëm, se ne nuk na intereson të punojmë gjithmonë me stres. Ne na duhet vetëm mbështetja nga bashkia, sepse bashkia e ka ndurë, se ka as kapitenari asgjë. Nëse vendimi i këshillit merr vendim që të vendosë të heqin tapat, të heqin korridore, të lënë 4 korridore, atje do mbiten të gjithë skafet, dhe një herë që do rrihen të gjithë operatorët me njëri tjetrin, e do çajnë të gjithë skafet e Ksamilit, e ku do vënë gjithë ato lekë kanë hedhur njerëzit. Skafisët thanë se kjo është puna e tyre e përditshme dhe burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre, ndërsa kërkuan që çështja të zgjidhet sa më shpejt, duke qenë se turizmi në Ksamil ka nisur tashmë, e po ashtu edhe fluksi vizitorëve pritet të rritet në vijim. Ata u shprehën kundër zhvendosjes së vend parkimit të skafeve, që ndodhet larg zonës qendrore ku kanë operuar më herët, duke kërkuar ruajtjen e një hapësirje funksionale për aktivitetin e tyre gjatë sezonit turistik veror.